të largohemi nga sofrat dhe tavolinat e ushqimit. Qëllimi është të largojmë veten nga veprat e këqija, nga fjalët e ndyta dhe të këqija, të largojmë veten nga rruga e shejtanit, të afrohemi rrugës së Rahmanit, nga rruga e dalaletit, të afrohemi rrugës hidajetit. La'allakum tattakun, që me këtë agjerim ju të jeni më tepër që do të keni frikë respekt ndaj Allahut te bareke ve taala. Të nderuar xhamatli, të nderuar vëllezër, ju të cilët sot për hir të madhërisë Allahu xhaleshanuhu ve xhalla xhelalu keni ardhur në këtë shtëpi të Zotit xhaleshanuhu ve xhalla xhelalu për ta çuar në vend adhurimin e madh, faljen e namazit të xumas. Në këto çaste, në këto temperatura, e keni fitu egon e ju, flusë Allahu xhaleshanu sa hapa që keni bo deri në xhami, çaq grada të larta të jenë në xhenetin Firdausi ya Rabbel Alamin. Atë të cilën e lexova unë para jush, pasi që jemi në javën e parë të muajit të shenjtë të Ramazanit, në xhuman e parë të këtij misafirit të lehtë të Zotit Dhul Xhelal, kisha pas dëshirë që ligjerata jon e sodit të jetë rreth asaj muslimani si duhet të vepron me Ramazanin. Muslimani si duhet të menaxhon kohën e vet, vetveten e vet, veprat e tija gjatë këtij muaji të madh që llogaritet një shans e madhe që ja jep Allahu te bareke ve taala besimtarit. Në qoftë se Allahu ta ka mundësu që ta arish Ramazanin edhe ta bësh niyetin në natën e parë për ta agjeru komplet këtë muaj të shenjtë, kjo do me thonë se ti Allahu të ka dasht, ti Allahu xhaleshanuhu ve xhalla xhelalu të ka nderu, ti Allahu xhaleshanuhu ve xhalla xhelalu po don me t'i fal kusuret. Pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallami kur e shpjegoi Ramazanin dhe vlerat e saja, tha ela inna li kulli lejletin min lejali shahri Ramadan utaqaa minan nar. Tha me të vërtet, në çdo natë prej natave të Ramazanit, Allahu liron nga zjarmi i xhehenemit njerëz të cilët janë konë të shenum që të jenë nga banorët e xhehenemit, ndërsa Allahu xhelle xhelalu për hatër të Ramazanit i liron ato njerëzit dhe i amneston. Lusim Allahu xhaleshanu që të na amneston inshallah, thujni amin. Ky Ramazan, ky agjerim, Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu ashtu si na urdhnoi neve, i ka urdhnuar edhe popujt para neve. Në ajetin famëlar thot Allahu te bareke ve taala, ja ejuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, o ju besimtar, kutiba alejkumus siyam, është bën obligim për juve agjerimi, kema kutiba alel ladhina min qablikum, ashtu si ishte obligim edhe për popuj që ishin para juve. Nuk ka popull që i ka zbrit libër e që i ka ardhur pejgamber e që Allahu nuk e ka urdhëruar me Ramazan. Subhanallah. Do me thonë edhe krishterët, edhe jehudët, edhe pejgamberët që kanë konë para Resulullahit alayhi salatu wassalam, janë urdhëruar me agjerim? Po. Kema kutiba alel ladhina min qablikum, urdhër nga Zoti Dhul Xhelal ka qenë edhe për popujt para juve. Qëllimi i asaj që i ka urdhëruar Allahu ata dhe na ka urdhëruar neve, nuk është të mbesim pa bukë, nuk është të mbesim pa ujë, nuk është të largohemi nga sofrat dhe tavolinat e ushqimit. Qëllimi është
ta largojmë veten nga veprat e këqija, nga fjalët e ndyta dhe të këqija, ta largojmë veten nga rruga e shejtanit, ta afrohemi rrugës së Rahmanit, nga rruga e dalaletit, ta afrohemi rrugës hidajetit. La'allakum tattaqun, që me këtë agjerim ju të jeni më tepër që do të keni frikë respekt ndaj Allahut te bareke ve taala. Detyra jonë në këtë adhurim të madh është fillimisht ta menaxhojmë niyetin tonë. Kjo është detyra e parë e muslimanit kur të vere Ramazani dhe starton agjerimin, duhet ta menaxhon qëllimin e vet. Kjo është puna e parë. E pyetën Hazreti Aliin radhiyallahu taala anhu, i thanë: "O Ali, sa herë duhet muslimani kur e kryen një vepër për Allah, ta kontrollon qëllimin e vet, ta kontrollon niyetin e vet?" Aliu radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhahu tha: muslimani duhet ta kontrollon niyetin, qëllimin, sinqeritetin, pse e ban atë vepër 3 herë. Çdo njoni prej neve duhet ta kontrollon veten e vet 3 herë kur i bën veprat në Islam. E para kur e nis. Kur ta nisish agjerimin e Ramazanit, pyete veten tënde, kontrolloje veten tënde, për çka don ta bësh këtë punë? Për çka don ta agjerosh? Në qoftë se është vetëm për hir të madhërisë Allahu xhalla shanuhu, për ftyrën e tij xhalla xhelaluhu, atëherë dije se Allahu ta ka dashur të mirën. Dije se në zemrën tënde pas ka dritë prej dritës së Allahu xhalla shanuhu që ja jep Zoti robërve të tij. Kjo është e para, stacioni parë. Ndërsa e dyta, Aliu radhiyallahu anhu tha, duhet kontrollohet ta në mes. Sikur që i e tu agjeru në mes ditës, duhet ta vetish veten, se a thu vallë, për shka i tu agjeru? E pyete veten kur e nise, e pyete veten edhe mrenda ditës. Në qoftë se vjen shejtani, edhe çti me u sha, çti me u ofendu, çti me u përla, çti me bum një problem prej problemeve që llogaritën çrregullim në shoqëri, atëherë pyete veten për shka i e tu agjeru. Në qoftë se, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Tha ai i cili nuk e le fjalët e këqija, nuk i le fjalët e këqija, nuk e le ofendimin, nuk e le përgojimin, nuk e le iftiran, nuk e le fjalë të cilët janë ofenduese dhe thyese, dhe nuk i le punë të këqija, wal amale bihi, dhe punët e këqija shka mund i bën një njeri, felejse lillahi haja. Nuk ka Allahu hajet, nuk ka Allahu nevojë që ti ta lojsh edhe të praktisish ushqimin, të rish me sahate të tëra pa ushqim. Jo, ai i cili nuk e mbizotron gjuhën e vetë mrenda ditës, e ka nis për Allah në sifir, ndërsa mrenda ditës ai ala dora e vetë vedh në vag kur shet në pazar, ala dora e vetë kur ai punon me metrazh vedh kur punon me litre, vedh kur punon me metër katror, metër kub, edhe ban çrregullime, përgojon njerëzi, ban prej veprave të këqija. Nuk është në zorë Allahu xhallashanuhu që ai ta loje ushqimin dhe pijen. Qëllimi nga Ramazani është ta mbizotrojmë veten tonë, duke fol dhe duke vepru. Tha Hazreti Alia, ne ta kontrolloje, tha, qëllimin e vet, por çka agjeron? Si të ka agjeru që ta shohin njerëzit në ta loje, si të ka agjeru që ta marrin vesh njerëzit në ta loje, se nuk ka dobi. Allahu te bareke ve taala të dashurit e mi thot në Kur'anin famëlart: wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Tha në ditën e Kiametit do të vinë shumë njerëzi me vepra të mëdha sikur kodrat, ndërsa Allahu do t'i shndron ato vepra në pluhun, në dhe dhe në hi.
E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Përse ja Rasul Allah?" Tha, "Këto i kanë bo veprat, po si kanë bo për Allah. Duhet me i bo për Allah." Me startu, tha Hazreti Alija radiallahu ta'ala anhu, për Allah, me vazhdu me kontrolu në mes të veprës përse e ban të jetë për Allah, dhe kur ta përfundojsh për Allah. Kjo është detyra e parë çdo muslimanit, që ta kontrollon vetën gjatë muajit Ramazanit për shka e fillon këtë agjerim, dhe në mesin e veprës brenda ditës ta kontrollon vetën për shka agjeron, dhe ta përfundon për Allah. Që do me thonë, kur ullët në sofër, mos thoje dë nja se, më zgabojni me më folë deri sa thire e zani. Mos zgabojni me livisë se nduroj unë më ka zonë Ramazani. Mos thoje, se unë e valla vabaje vaktheje e thene fuge derdhe para se të ullët në iftar. Jo, vlezër, po shpërndahen në për rjetin social, po shpërndahet në për internet, Facebook dhe Instagram, video që dikush e ka bon dështa për qeshje, për talje, kujti une për qëllimet të gabume, por nuk duhet me ashlu sinin ative videove dhe ative sendeve që servohen për t'i bo dëm islamit. Qka është ajo? E ka marrë një hurme, ka marrë një cigare, me nëzi pret të shti e hurmën edhe ta kallë cigare. Muslimani nuk ka gjëron Ramazanin kështu. Muslimani e mbizotron vetën e vetë, se kur është në pyetje për Allahun te bareke ve taala, kur është në pyetje për Allahun te bareke ve taala, duhet ta japim sendin çka e posedojmë më të mirë. Dëgjoni, kur des Davudi alayhi salatu vesselami në vendin e tij kalon në pushtet Hazreti Sulejmani. Dhe Sulejmani alayhi salatu vesselam llogaritet pushtetari më i madh i botës, që Allahu ja ka dhënë në pushtetin e tij krejt gjallëresat në komandën e tij. Dhe kur ka ullë në postin, kanë ardhë krejt krijesat e Zotit me përfaqësues të çdo krijesës dhe i kanë dhënë nga një dhurat. Ja kanë dhënë nga një dhurat me abo për hajr Sulejmanit alayhi salatu vesselamit, me abo postin dhe detyrën e re. Detyra e Sulejmanit ishte ta menaxhon punën e dunjajës. Çdo njona prej krijesave vinke dhe ja jepke ka një dhurat në sferën e krijesës që jetonte. Derisa erdh një milingon, një bubrec i tokës, një mizë tokës, erdhën me delegacionin para Sulejmanit alayhi salatu vesselam. Dhe kur erdhën ja prunën një kokër të grunit, kur ja prunën, Sulejmani e pranoi. Pushtetarët kur ja jep diçka pak, thot lene që ti anësh. E pranoi një kokër gruni, kur e pa se lene që ti anësh, po thot Sulejmani, prijesi i botës së mizave të tokës, ta o Sulejman, sikur mos me ta bon qefin dhurata jonë. Tha jo, tha jo, po ta lexojmë në ftyrë, tha, ftyrën tënde që të regon se nuk i knaq, se na mizat e tokës, sa për informata, çdo njona prej neve, tha e ka rëskin për një vjet, një kokër gruni. Dhe ne kur dojmë me dhonë dishka, të aji cili është me vlerë, e japim një kokër gruni, që do me thonë një vjet buk, rësk, shka e hajmë në ushqim, ta kemi dhonë kjo shumë e madhe, o Sulejman, vlerësoje. Tha, po pse ma thuket, tha në qoftë se na, ti ta kemi dhonë për pushtetin që i arë ti, edhe ki marë pushtetin ndorë sendin që ka e kena ma me vlerë. Vetën, tha, sa jep ti për Allah, për pushtetin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe unë e po pysë, sa japim na për Allahun të bareke vë tala. A mujmë na, në këtë rast Allahu nuk lip me i dhonë. Këtë rast na duhet, vetëm se me bon durim. Cigarja, largoje. E shamja, për Allah, largoje. Problemet në komunikacion, për Allah, anashkaloj. Dhe problemet të fura e bukës, për Allah, largoje.
dhe problemet të shtëpia shka i ki, për Allah gëlltiti, që këtë bane për Allah, në qovë se nuk mund është sot, me sakrifiku për i zatë Allahit me parën tënde, se atë kina problem, qelë se kina në zemrën tonë, s'po qelët, ka zonë drishk, se me niset i kush sot i ka nimu fukarave, ka dalë, në i firmi ka nimu e 5.000 fukarave, i shkon shumë punë e madhe, i japin 100 paketa e 200 që kësi kamera, dalin ati me i pasë, se i ka dhonë 200 paketa. La ilaha illallah. Subhanallah. Po s'po lipim ketë, shka po lipim, ta mbizotrojmë vetë-vetën tonë. Ta mbizotrojmë vetë-vetën tonë, dhe ta kontrollojmë në fillim në sifir, në mërënësirën e ditës dhe në iftar, që ta dima e kemi për një me për Allah. Kjo është puna edhe detyra e parë. Detyra e dytë, o vlezër, nuk është qëllimi të vim në Ramazan, veç me u endë prej në restoran, prej në shpi, me shkue në iftar dhe sifir, edhe me thonë se u kënaqëm valla, por duhet të vendosmi çdo njoni i madh apo i vogël, burr apo grua, i smund apo i shëndosh, pasanik apo fukara, me i vendos vetës ton nga një program për Ramazan. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha i privum, është çka do me thonë i privum, i largum nga rahmeti Allahut, është ai i cili e ka privu vetën e vetë nga mirësit e Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kemi tregu shumë herë, ka hip në hutbe, në shkallën e parë, tu hip i ka Gjebraili dhe i ka thonë, o pejgamberi Allahut, po të banë selam Allahu, gjelle gjelaluhu dhe po lutët, dhe të urdhënon që edhe ti të lutësh, të urdhënon Zoti që edhe ti të lutësh, tha për çfarë o Gjibril? Tha një njeri i cili e ka arrit muajin e Ramazanit dhe në Ramazan nuk ju kanë falë gjunahët. Subhanallah. Për çat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast prej rasteve ju drejtue sahabeve tha men sa me Ramadane, ai i cili ka me agjëru Ramazanin, imanen wa ihtisaban, tha me iman bindjet Allahu, me iman, me besim, wa ihtisaban dhe me shpresë të mëshira e Allahut dhe shpërblimi i tij, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allahu ka me afal këtë kusuret që i ka para Ramazanit. Subhanallah. Këtë kusuret që i ka para Ramazanit do t'ja falë Allahu te bareke ve taala për hatër të Ramazanit. Na duhet këtë si kolektiv, si musliman, duhet t'i vendosmi vetës program prej ditës së parë Ramazanit derin ditën e fundit Ramazanit, jo me na kalue tu e end udhve. Tha, dje, po më tregon një djalë, tha, hoxha, tha, shumë knatësi e madhe e Ramazanit. Unë thash dhe thoje, sa ibadet, sa lexim Kur'anit, sa sadaka, sa vizita, sa sen, thash, hej, mashallah, si? Tha, knoq mu, tha, para iftarit të shku, tha, e në sifir, tha, blena buk në zet. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kur na muslimanët do të arim të te i kalojmë interesin e barkit. Mjaftoj, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mjafton, tha, disa copa buk, tha, për muslimanin që është agjerushëm. Që ta moje vetën trupin e vetë ta moje. Mjaftojnë disa copa buk të hash. Pije një sup, para iftarit, donë, me hangër, kur ishe ato që i kanë pregadit, ta, thu, kitë kam i hangër. Si ta qelish, me një hurm, me një got uj, një qorbë, një sup me e pi, vallahi, billahi, nuk ki nevoj për kur gjanë. Këtë është ajo shka ti i e vetës se ta ha, ta pi, ta, kitë kam i hangër, kitë kam i, jo, kitë kanë me metë. Po dëshmi për këtë janë kontenjerat mas iftarit. Sa ushqime po fugën për shpijave tona, subhanallah. Sa ushqime po fugën në përbërlok, dërsa muslimanët në përsi përfaqën e tokës dhe ata në Gaze nuk kanë shka me qelë iftar. Nuk kanë me shka me qelë iftar. Duhet o vlezër ketë mu vendisu, me bo program. Për shka program si me e prit dhe me e përcel Ramazanin e bekum. E para, të vendosmi program për leximin e Kur'anit.
Allahu Gjelle Gjelaluhu Ramazanin e ka emru shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaj i Kur'anit, muaj i Ramazanit në të cilën e kemi shpall Kur'anin. Bane për veti program, ta marrësh ta lexosh Kur'anin minimum një gjuz në ditë, që të arish ta bësh një hatme deri në fund të Ramazanit. E dyta, bane program për veti me dhon sadaka. Shumë e pëlqeta, disa markete e kanë nu jashtë një raft, kush do me marrë dhe kush do me dho. Shkoni pagun 5 buk, vnojnë raft. Ai që s'ka vën i merr 2 buk pi raftit. Ai që ka mundësi blej një di tomla, një di kosa, vnojnë raft. Ai që s'ka mundësi në verën e ti marre. Shumë ide që më preki emocionet e shpirtit, kur e pash se ka dikush ka mendon për fukarat. Në qovë se ti e din, në i familje që nuk ka, gëzoje se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha vallahi, trebe e i boni, nuk ka besu, a i cili e ka mush barkin e vetë dhe kojshien e ka të unë. Sofra jote i ka 4-5 lloje të ushqimit, ndërsa ai atje nuk ka me shka me qenë iftar. Sofra jote fugët, i fugin shpijes, sendet që kanë ment, ndërsa ata jesin të undë dhe qonë nga sofra, nuk din si firin me shka kanë me angër. E din, shkoni moj. E treta, dua. O lezër, shfrytëzoni në Ramazan në çdo iftar dhe sifir. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha inna lis-saimi, tha me të vërtet për agjerusin, lehu, ati ja ka dhonë Allahu da'watun mustajaba, tha ja ka dhonë Allahu një dua që do t'i pranohet. Subhanallah. Kur të bëjsh më ullë sofër, mos ban be muhabet, mos ban as edhe edukoj edhe fmit, edhe mësoj antar të shpijes, ato 15 minuta para se me thirë ezani, mos u sill si kebab në për skar, po ullu qetë, ngrej durt, bashkoj durt të o Allah, i cili na ki furnizu edhe pse se meritojmë, na ki dhonë shëndetin edhe pse se meritojmë, na i ki dhonë kulmin e shpijes edhe se meritojmë, na i ki dhonë të mirat edhe se meritojmë, na i ki dhonë harmonien familjare edhe se meritojmë, o Allah, bane që ketë që të jetë në favor ton për të ashtu adhurimin për ti. O Allah, fali kusuret, fali gjunahet, hargjoj që të 15 minuta, e mos e këshirë sofrën se shka po qetë. Por dretohu Allahu Gjeleshanu se vallahi, billahi, me laqet e rinë për mi kokën e agjerusit dhe mënzi presin dalin fjallë të dua si kapin edhe i qenë të Allahu minere. Edhe Allahu thot, ju përgjigja. Pse? Se e kalon hajën, pijen, egon për muë, është largu nga të këshijat, ju përgjigja. E njëjta është në sifir, Allahu zbret në katin e partë të qiellit dhe thret, a ka kushëm lutët, a ka kushëm thret, a ka kush kërkon nga unë që t'i jap. Dhe 4 ta vëllezër, ti vizitoni akrabat. Normal që këto që ka i cekim janë një pjesë prej asaj që mujni me bo program. Vizitoni akrabat. Mere një kile buk, mere një kos, nuk do me thonë se pa tjetër të thire një iftar. Shko të dera, mere një 10 qebapa, 20, shko të dera dhe thuja, ka bujrën. Që kështu mëre i kina gjetë na gjysh tonë, to matë vjetri që ka janë e din, se për para në zjaret kanë shku një iftar pa thirë, sot duhet restorani filani, porcioni filani, me 2 mishna, me 3 mishna, e pëlqeta se pëlqeta, ishte atmosfera e mirë, si ishte atmosfera e mirë, salata nuk i bajke, ajo çorba supike, tatlia ishte pa sheqer, komentet të cilët i natu i bo, tash mos bo me francuza na se jo kështu jo, e vërtetën jam të e thonë,
Kretë na kemi ranë në këto gacka të shejtanit, po fillojmë me përkesh ushqimin. Na kishte thirr ta hosta, na kishte, a më ne paramenon, tha restoran na kishte thirr, na kishte dhënë veç një pleskavic. Subhanallah. Sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasalam i kanë dhënë ka një hurm njerëzve. Ka një hurm se nuk ka qëllimi sasien sa kime e dhonë, qëllimi është se ti e ki përkujtu. Andaj, nuk është problemi që kështë aje dhe ta hash veç një qorbë. Pre asaj që ka qëllu në sofër, iftari më i mirë është kur që kështë e dikush, ta hash pre asaj që anaj vetë që ka qëllu të shpia. Jo me shti atë në borç, jo me shti atë në siklet, jo me shti atë në telash, jo me shti atë që aj ti theje gisht ose që ka mi qitë këti që ka ardhë misafir. O ju musliman, o ju besimtar, qëllimin që Allahu e dën të shohe nga ne është vizita e njëni tjetrit, të shkojmë zjarët e njëni tjetrit, ta përkujtojmë njëni tjetrin, mos ta harojmë njëni tjetrin, nuk është qëllimi se a i dëna mushë neve barkin apo jo. Nuk është qëllimi se na sa dë marim nga sasia e sofrës edhe kuzhinas ati. Po është qëllimi ta knaqim Allahun xhelleshanu kur ti e viziton vllavin ta. Tha me në arta në përzojnë reja të api të shpia. Është me hitha para iftarit që si ki kalëzu, sta që elderën, thot nuk jam të shpia. La ilaha illallah. A ka ardhë muslimonin dherin këtë dëregja? A ka ardhë besimtarin dherin që këtë poziciona? Për para, për këtë tri që ka si kanë mëri ato kohrat, na i kena mëri pak, po ato që janë konë para neve, që janë matë vjetër i kanë mëri, njerëzit kanë shku hiq pa ftes, hiq pa restoran, kanë hangër këtë pinit e pësijës midis, kanë hangër këtë pinit e nxerës, edhe bereqet ka pas edhe lezet shumë ma shumë se sa pleskavica e coft edhe steki i paprej. Që i në të hangër në për restorana. Ktheu një o musliman, ktheu një vlerave islame që të gjeni rahati dhe knatësi. Lusim Allahun xhelleshanu, Allahut na udhëzon. Lusim Allahun xhelleshanu e xhelle xhelalu, Allahut na vedisën. Lusim Allahun xhelleshanu rinien ton islam të udhëzon. Pleçve ton të jep ymër gjatë, shëndet të plot. Të smuntit, Allahu t'i shëron. Të burgosirit pa fajshëm, Allahu t'i liron. Ata që janë në gurbet, që nuk mujnë të shijojnë atë shijen e lezetit të sofrës familjare, Allahu ata t'i furnizon. Lusim Allahun xhelleshanu nga çdo e keqe ata t'i mbron, ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun xhelleshanu, agjërushëm, ditë e xhuma, shija shtura, sebepet e duas këtë janë, Allahu poplin ton nga kamata dhe krediti t'i shpëton, ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun xhelleshanu, ata që janë idhru për hir të muajit Ramazan, Allahu t'i pajton. Ne lusim Allahun xhelleshanu hua xhella xhelalu, ata që hartojnë, hiç nuk pushojnë, që muslimanëve zullum t'ju bojnë, Allahu me zullumin e vet i shkatroft. Vlezërve ton në Gaze, Allahu i furnizoft. E kanë shkruajt një mesazh, e kanë shkruajt o ummeti Muhammedit alayhis salam. Mos e fugni me ushqimin se na s'kina as sifir as iftar. Që kështu e kanë shkruajt një mesazh. Kanë thonë s'kina as iftare as sifir. Mos e fugni ushqimin, bare mos e fugni ju. Son po na çojni neve, mos e fugni na për kontinjera dhe na për bërlloke. Mbajni rëskin, mbajni atë që va ka dhënë Allahu xhelleshanu duke e rujt të përsien mledhe dhe dhuroje. Allahu sadakan kabul dhe makbul në i ban. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana inil hamdulillahi rabbil alamin. Illa ta'ala.